Mikrofonë ka pasitar, keni jo? Fol, Osman. 134. Do kemi një kandidati të nësot të pavarur? Një pavarërim dhe mirënjohje të sinqertë për të gjitha ata qytetar, intelektual, personalitete që shprehen dëshirën dhe gatishmërinë e tyre për të përballur në interesin në të mirë të qytetarëve të Tiranës, në të keqen që ka vetëm një emër, Edi Rama. Faleminderit. Kandidati emër sot? Shpresoj se po, por do ketë diskutime edhe me koalicion. Shpresoj se po. A kanë ardhur shumë propozime nga kandidatë pavarur? Janë disa. Janë, sepse ka që e kanë shpallë publikisht, ka tjerë që më kanë dërguar, kanë shprehur dëshirën. Cilët janë këto emra që kanë shprehur dëshirën? Emrat më të njohur. Tani, emrat më të njohur janë bërë publik në media. Edhe disa për ty i kam mësuar nga ju. Unë i kam mësuar nga media disa emra për ty. Ato që janë akoma në Të tjerë janë pedagogë universitetesh, janë personalitete të ndryshme që duhet të marrë përpara miratimin që t'i bëjnë publik, se ata kanë ndjekur rrugën të mi dërgojnë këtu dhe jo të bëjnë publik. Sot Krecia Rogële zyrtarizon kandidatin për sot të Tiranës? Do të merret dhe mendimi ala, se jemi në Koncentrimi i Partisë Demokratike do bëhet sot i ditur? Shpresoj se po. Se kjo ka qenë afatat, ka qenë këto. 48 orë. Po. Ju pafshim.